unë ndoshta nuk i implementoj të fëmijët tonë. Unë shpesh e marr ndoshta një shembull, ne kur kemi qenë fëmijë kur ka flajt baba për shembull, ne s'kemi guxuar as me hyn në dhomë, se jemi frigum ja prish gjumin. Do me thonë ka qenë ajo qëndrimi mirë, po prindi ka bo shumë sene për ne tjera, edhe tash na gjithmonë ka ekzistu një farë balansi i autoritetit fuqishëm, prej, tash sot unë se kom atë qashtje se mu më hynë në dhomë edhe ma prishin gjumin edhe hitë smërzitën që ma prishin. Mu më pengon, që tash do të mu marrë dhe me ne pak. Mirë po tash unë nuk reagoj, ndoshta që ka reagu prindi jam, për shembull. Pse, a i ka qenë shumë, ne jemi frigu, kur kemi mrenda, kemi hy ma e gishtave. Ka qenë rethonat, kohëra, ka qenë të ndryshme. Tash kjo është e vërteta. Dhe unë për shembull vin, hypin kokë, ma prishin gjumin, qu babë, se po dojmë me ty edhe unë duna me prish, nështë atë s'kom flajt gjatë gjithë natës, s'kom qenë për shembull në muzikë, në darsëm, ose ku e diku, edhe më bjenë me flajt vetëm 2 orë, edhe unë duna m'ja dhuru në mënyrën më të butë, m'ja spjegu që jo gabim, që tash për e vrej në këtë mosh, për shembull, mundona, sidomos, ja spjegoj vajzës, këqyre babi ka pas shumë punë, o lodhë shumë, e flasë, si me të thonë, si me një të rritur, dhe e flasë disa herë, edhe tash për marë para disa dite, më tha, babë, une nuk ko marë me të aprish më gjumin, tha, se ti gjynam, tha. Se ti gjynam. Do më do filloj me kuptu që veprimin cilin e bon, është diçka pak ma gabim, përshka këtë kohës që na nështë nuk kom pas kohën me flajt, edhe ajo ka kuptu. Mirë po unë s'ja kom këthy me të mravsh. Unë e qka mendoj, është edhe një qështje tjetër që o shumë e rëndësi edhe dalimi që dikur ka qenë ndoshta babalartë në atë kohë, kanë qenë shumë autoritativ, dërsa nonat kanë qenë ato demokratet në renda shpis. Derisa sot, na dhe si bab... Po thë janë rrugë. Do më nëjna shumë tolerant, na kujdesëm i shumë a shumë për fëmijët sot, dojmë kohën për ta, lujmë me fëmijët, për para babat nuk kanë lujtë shumë me fëmijë, për posë që i kam përqov një 5 minuta dhe kjo ka qenë realiteti i dikur shumë. Derisa na sot dojmë shumë kohë për fëmijët, edhe shumë kujdesëm i për ta, që mendoj që një gja e mirë. Nëse që tha në atë pytjen, qka kështë marrë dhe qka kështë heqë. është dalim shumë i madhë, do më thënë. Po kujdesi jashtë të shtëpisë, të cilën e kam bo, prind, për shamun baba, jashtë të shtëpisë. Për ne, në atë ko, unë e mendoj që ka qenë jashtë zakonshme, që shpesh frigona, ako me mujtë me qenë edhe unë sikur se baba, jashtë të shtëpisë. Do më thonë në shkollë, në rrugë, qoftë dikun, nëse kemi pas në një frikë, ose diçka, ka qenë i gardiani jashtë zakonshëm i oni, kujdesi në shkollë, dhe e treta, mendoj që shumë e rëndësi, që prind mos me bo një gabim, që unë e shoshte shumë, kur të nisi në që ta në atë moshë në adolescencë, është një thanje jona që krejtë e përdojë, shka din ti? Do më tonë fëmija i ka, si me tonë fëmija, ta shtë thome një adolescent, për shumë, merë me folë një ri, e ka një moshë, dhe do në me do një mendim, krejtë shpija i thotë, se ti zdin. Se ti e i vogël. Ja, tash ka ndryshu sendet, adolescenta të një s'pëdini tash. Nuk përna. Me gjithë ato... S'pëdini sa ta këtë. Tendenca e prindërve është shumicën e herve me ja minimizu mendimin që ato shumicën e herve në shpinë time nuk ka qenë ashtu, edhe që aty njëna shumë e fatë, bashkë ka qenë e kundër ta, ti munësh, ti duesh me bu matë mirën, ti e... Nga ka do një kuraj. Eki, faleminderit shumë, faleminderit për këtë biset. E kemi zgjatë pak, duhet shkojmë me marketing dhe pastaj kërkojmë nga ti një këngë. Oke? Marketing dhe këtejmë në studio.
Kishe dit në male kodër, tu I prek lullet, gjith me dorë, veç një kost ma të bukrin shkodër, ty të gjeta lule borë. Je e vogël por e plot, ty të kërkoj unë dasa mot, unë ty të kërkoj, si me ty jetën të gjoj. Eja, lule borë, se me ty do të thurë kunor. Eja, lule borë, se me ty do të thurë kunor. Pash me treshën, rando fi, mos ja varas kujti erën, vash për mu, veç ti ke qi. Je e vogël por e plot, ty të kërkoj, unë tasa mot, do ty të kërkoj, si me ty jetën të gjoj. Faleminderit ekip, faleminderit orkestra. Faleminderit shumë. Faleminderit. Në këto momente dua ta inkuadroj drejt për drejt nga Tirana, pedagogen Eugina Sotiri. Mirëmbrëma, përshëndetje e nderuar. Po më duket kemi probleme me videon dhe audion, nikosisht. Po më dëgjon? Eugina, vetëm videon po e shoh, po zëri nuk është në rregull, duhet ta rregullojmë zërin. Mirë, vazhdojmë ne këtu, por në këtë pjesë kemi përzgjedhur një ngjarje që ka ndodhur sot dhe një para disa ditësh. Është jashtë tematikës, po që lidhet në fakt me adoleshentët dhe sjelljen e tyre në shkollë. Sot në Prishtinë ka ndodhur një rast që në farë mënyrë ka tronditur opinionin. Si I tillë, dua ta shohim dhe ta komentojmë pastaj në studio. Nolju, Nolju! Në këtë video I pam dy rastet ndara. Njëri në Prishtinë, ku kishte dhunë, dhe tjetri në Gjilan, ku nxënësit demolonin shkollën. Pyetja ime është, cili është komenti juaj? Për një kohë gjatë, ndoshta 6-7 vjetë, kom punu në shkollë të mesme. Edhe e di prej përvojës aty që nga një herë, vërtet ndoshta të dy pale, si nxënësi, si profesor, ka nevojë për trajnimet vazhdueshme për mënyrën që duhet me o ambientu në shkollë dhe që duhet me funksionu. Ajo që ka shumë e rëndësishme në këtë pjesë është që mendoj që edhe nxënësi sa po të fute në shkollën e mesme apo në cilën do shkollë, këtë rast edhe profesorët, gjithse cili duhet I di përgjegjësitë dhe më thënë përgjegjësitë edhe të drejtat e tyre. Fatkeqësisht sot nxënësit në shkollat tona
ndoshta kanë mësu shumë për të drejtat, po shumë pak për përgjegjësitë. Po njëkohësisht edhe profesorët. Ndoshta po mungon kjo pjesa, që ajo pjesa e kufive të dy palëve. Nga njëherë... Edhe prindrit janë këtu. Absolutisht. Se pastaj janë prindrit që... Absolutisht. Ky është një trekëndër që do duhet të funksiononte më së miri, dhe më thënë prind, adoleshent, edhe arsimtar në shkollë. Tash, po flas drejt për drejt prej përvojës në shkollë. Është shumë interesant. Adoleshentët e ka një farloj moshe kritike, ndoshta mënyrën janë të zhvillu identitetin e vetë, të vendos ndoshta pikat përfundimtare. Po çka ka ndodhur në anën tjetër me disa prej profesorëve në përgjithësi, është që nga njëherë ata mundohen ose e kanë atë qasjen autoritare, ose ndoshta pjesa e komunikimit mungon. Sepse gjithmonë ata ndoshta